të vogla, fillova të dyshoj se mos val buri im është duke I bërë motrës ndonjë shokun e vet. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Rrëfim e Jete për të ndarë ditën e sotme rrëfimin e radhës me ju. Sot do të flasim për një rrëfim shumë të dhimbshëm. Sot do të flasim për një histori shumë të dhimbshme. Sot do të dëgjojmë një të vërtet të një motrës e cila flet për motrën e saj. Do të thënë rrëfimi I ditës së sotme është një dramë e vërtet. Dy motra janë rritur bashk, kanë kaluar kohën bashk, I kanë dhënë momentet më të bukura njëra tjetrës, por janë rritur në një familje, le të themi realisht të varfër. Në ditët në vazhdim, kjo familja e marton vajzën e madhe me një zotëri I cili ka konsideruar një pasuri shumë të mirë. Por motrat kanë patur gjithmonë një lloj xhelozie, do me thënë kanë qenë xheloze. Sidomos motra e dytë ka qenë shumë xheloze drejt motrës së madhe dhe nga xhelozia motra e dytë ka bërë budallallikun më të madh. Unë tani do të kyç në linjën time telefonike zonjën e cila telefonon nga Italia për të rrëfyer historinë e saj. Përshëndetje dashur, faleminderit shumë që u bët pjesë e kanalit të Rrëfim e Jete. Përshëndetje Tiron, faleminderit. Unë të them të drejtën për publikun në një farë mënyre spjegova në disa fjalë të shkurtra, por dëshiroj që ta ndëgjoj nga ju komplet rrëfimin e jetës tuaj. Mundeni ta tregoni. Unë po kaloj ditë shumë të vështira, ditë që në fakt nuk I kisha pritur se do t'i kaloja. Jam një grua që jam rritur në një familje të varfër. Jemi rritur të dy motrat. Mendoja që motra ime është rritur më është bërë në vite, ka ndryshuar, por siç duket inatet që ka patur kur ka qenë e re, po I vazhdon edhe tani dhe xhelosirat. Kemi qenë në një familje e lumtur. Kemi patur një nënë edukatore edhe një baba I cili ka punuar punëdore, po ka qenë njëri I ndershëm. Ne ishim të varfër dhe babi më martoi mua, bashkëshorti im konsideronte pasuri të mirë. Dhe filluam të bëjmë jetë të lumtur e të bukur. Motra mbeti pa martu. Fatin nuk I doli, edhe unë e afroja si më vinte keq. I ndihmoja me para. Pasi që ne jetojmë në gurbet, kishim të ardhurat mira, nuk është se na mungonin të ardhurat. Dhe e afroja shumë motrën time. Do me thënë që ta kuptojmë falni. Motra juaj filloi që të ketë afrimitet me bashkëshortin tuaj, më shumë se sa zakonisht. Po, kur erdhi ajo këtu, filloi që të rinte shumë, por mua nuk më shkonte mendja për te asaj gjoje. Mendoja që e kanë afrimitetin si krushi, një muhabet të mirë, një energji të mirë, por siç duket nuk ishte kjo. Motra filloi që të ndryshon në karakter, mundoheshte që të risa më shumë në shtëpi me burrin tim, mundoheshte që të ndanë më shumë kohë me burrin tim, dhe unë nuk dyshoja. Po në momentin që unë fillova që të shoh ca ndryshime të vogla, fillova të dyshoj se mos val buri im është duke I bërë motrës ndonjë shokun e vet, edhe e ruajnë punën sekret. Por kur një ditë erdha prej pune, shoh rrobat e motrës të hedhura në tokë në dhomën e ndenjes, edhe motra që po bështe gati në dhomën e gjumit të saj, por me bikini, a buri im ishte në shtëpi. Shkoj unë, I tha çfarë bën, ai u trishtua. Dhe më tha që po bëhem gati të dalë me shoqe, thash por rrobat thash I ke poshtë, buri thash është aty. A, kam haruar, nuk e besova. Kur një natë më lindi një dyshim, dhe filloja që të mendoj, thoja, këto të dy shumë afër,
shumë të lidhur me njëri tjetrin. Do me thënë ato të shumë të dy lumtur. sot vazhdojnë akoma të jenë bashkë, do me thënë bashorti tuaj nuk i intereson as për fëmijët, as për jetën që ka lënë pas. Jo, në asnjë mënyrë. Edhe unë zbulova, kontrollova telefonin e burrit, e kuptova të vërtetën, sepse i pash fotografitë e motrës time, i pash nudo, e pash motrën time e kryt të gjveshme, me thënë pas një gjë. Dhe aty e kuptova që mes këtyre ka diçka. Më ra tavanin mbi kokë. I kam 3 fëmijë, por ka një problem. Babi im i ka një borxh burrit tim, një borxh prej 100.000 eurosh. Edhe tani unë jam në hall të madh. Këtë të vërtetën nuk e di askush. Motra më bie në sy, unë e kam marrë inat, por s'kam çfarë i bëj. E tmerrshme. Vjen, del, E tmerrshme. ikën, shumë e tmerrshme. Kalon kohën, si kur asnjë gjë nuk ka ndodhur. A këto shkojnë në për hotele, flejnë, kënaqen, argëtohen. Çfarë nuk bëjnë të dy në për hotele? Tërbohen që të dy. Dhe jam në sikletin më të Cili madh. është mesazhi Nuk di jote se çfarë dashur të bëj. që dëshiron t'i japësh bashortit tënd në këtë pikë ku keni arritur, që realisht të vërtet nuk e di të ka njeri, do me thënë vetëm ti e ke zbuluar. Po, shumë e vërtet. Vetëm unë e kam zbuluar. Dhe është e tmerrshme. Nuk di kujt i tregoj, nuk di kujt i them, nuk di se çfarë të bëj. Jam në një siklet shumë të madh. Jam në një hall shumë të madh. Të jetosh me një të vërtet, e ta mbyllësh të vërtetën në shpirt, vetëm mua më ka ndodhur kjo gjë. Them ndonjëherë ti tregoj babit, po çfarë do të ndodh? Burim do ta kmerret, se gjithmonë më ka thënë. Unë një ditë, do ta kmerrem tek familja jote, se nuk më paguajnë borxhet. Edhe tani kam frikën. E kuptoj. Jam thjesht duke E dashur, unë të falenderoj shumë që e ndave historinë tënde, një histori në fakt shumë e tmerrshme, një histori e paimagjinueshme, pa besueshme. Unë shumë të falenderoj që e ndave me mua këtë rrëfim. Uroj me zemër që bashkëshorti juaj dhe motra juaj të largohen nga kjo rrugë. Në fakt është një guxim i madh që ti nuk e ke hapur këtë si histori, sepse nuk don të shkatërosh familjen. Jam në siklet të madh, jam në hall të madh, nuk e di ç'të të bëj. Ne do kyçemi përsëri, ju lutem mbyllni telefonatën. E pra të dashur dëgjues, shikues e dëgjuat, do me thënë kjo grua ka zbuluar mesazhe intime nga bashkëshorti, nga motra e vet, por nuk dëshiron që do me thënë ta shkatron familjen dhe është duke e mbajtur këtë gjën krejtësisht në shpirt, po lufton çdo ditë dhe çdo natë me këtë realitet shumë të hidhur. Unë shpresoj me zemër që të gjenë paqe një herë në vete dhe të hapën këtë histori, se nuk është e bukur që të fshehet një të vërtetë të tmerrshme. Mendimi im është që ta hapësh si muhabet, t'ua tregosh familjes dhe ti nesër të jesh e pastër, sepse nesër kur ti të mendosh se çdo gjë është në rregull, mund të të kthehet i gjithë faji ty.